po sërbë. Sa që jove që jëmë rëzu unë, po edhe aje ishte shuplaka e para dhe ma ne filloj. Shuplaka e parë? E para. Je torturu shumë? Shumë. Shumë. Jo fizikisht. E te torturat psiqike kështu, kishte edhe shqiptare, përmende një? Jo edhe shqiptare. Kryesisht shqiptare. Kryesisht shqiptare, okej. Ndo një moment tjetër kështu që të ka bo me reflektu, që të ka mit në mendje ndoj kontrol tjetër, ndoj diçka që e kanë bo shqiptarët që s'ke mujt me akseptu? Ishte një për e ty në hetuze, sërbët fundi edhe malazezit, u të bashkët pra, s'po flasin për polisit e rrugës. S'po flasin edhe për do një gjykatët. Hetuesit? Hetuesit, ata ishin kriminalit më të mëdhaj. Ata ishin sadistat më të mëdhaj. Që të gjithë. Një për ty në ishte një Aslan Slamniku. Një sadist. I cilë ndi dhe kënaqësi me torturu. Me të marë ty, dherë këtë djali, torturat bëshin natën. Natën do të më shu honorari ishte maj madhë. Shef. Me të qitë në dyshemi, me deturu mu zbath, me të pështet kokën për muri, me të poshtru. Me të qitë një kom kranor, të të bashkë, një kom, të të nditë në kom, edhe i 4 të me penderek. Pytin, qëfar doze për i dhomë sot? Ishte sarë me penderek, për shemë 20 doza. Doze quanin? Doze. Me sadizëm, me humor, me cinizëm. Dhe ti, a ishe profesor, a ishe mjek, a ishe inxinjer, a ishe Adem Demash, a ishe Jusuf Gorval, a ishe Recep Mal, po pse jo të Slatinu Asil? Ata dhe kanë dorë me në trajtonin njësoj. Ama, fyrjet kanë qenë më të këqija të torturat. Më të këqija. Do të ashojmë tani një led tjetër me 2 fotografi që i krahasojmë. Kjo e para këtu dhe kjo e dyta. Kanë rrefim shumë interesant. Desa po vitash, ishim njëftarë të Donika. Donika është mjeke, kurse Valoni është jurist. Dhe kjo fotografi është dire se unë kom qenë në Mburg. Donika më ka met 20 ditëshe, kurse Valoni më ka met 20 mush. Dhe kur kom dalë, Valoni dhe kom gjetë në shkollë, Donika dhe kom gjetë që shpeshtu. Këta janë nusa e me mirë, me 2 fëmijë që fotografu, dhe sa isha në Burg. Një moment është shumë interes. Do të kthehemi, jo për ta vajtu vetën. As luftën, manku. Duhet gjeneratët e reja, po dhe tashmet, nuk di shumë qka. Duhet ta din qëfar pushteti i egër ishte. Dhe vëlla jemi mirë Sabri jo, që është një burë shumë i meqëm, nëse lefdoj vëlla, s'ka kuptim, e thot me humor, s'ka kuptim me thonë, me di shqiptarët e mi të mirë, qëfar gjendje të mirë jemi sot, gjysë ishin të rënu. Po të ja di që nuk e të vlerëson e ndë liri që e kemi sot. Do të më knaqë, do të më relaksu, ne jemi populli më i lumë të rëmbohet. Këqërë Palestinën. Dhe, Donika me të 20 ditëshe. Dhe kur tash kjo është faktikisht vinin të vizitonin? Për çdo muaj. Burg të Prishtinës, të Požarevcit, të Beogradit, të Mitrovicës e ka mos. Si e përjetoje ti këtë? Si e përbaloje vizitën dhe pastaj largimin e tyre, mallin? Jënë disa sene nuk mund të kuptohesh. Nuk munden? Nuk mund. Jo, nga kjo disa, jo, nga këto që, jo, unë e kuptohen, edhe atë retash, po lexuesin, dëgjuesin që kuptohen, po na përshkruaj, si e përjetoje ti? Ja, për shembull qysh. Nuk del mirë, po kështë është e vërtet. Nusja ime është një nusë shumë pedante, shumë elegante. Fëmijë ka pas qef mi u veshën edhe pundore, mi punu, e do një sa herë vinte me tesha tjere pundore. Edhe pyetja parë bashkë me nënën Naile, apo bëhet do një ka që i ke mirë, se Valon me gjithë atë 20 muaj, e kësha pas pak më përre. Kjo 20 ditëshe. Apo bëhet do një ka që i ke mirë. Që kam i thonë?
me përdor fjallorën e Sabir Feyzullah ta hongësha zemrën, po ku di unë Ardonika jo. Ardonika pse ka marrë me juve, po të se një qikën tone, se djalin, juve qënë. Kjo nuk kuptohet deri në fund. Këto nuk po e thomë se ku bo kiametin. Dhe Donika, faktikisht, është rrit, mund të thuhet lirisht, pa e njohë babën e vetë, dhe unë e kom djoft veç pse ka arë me mu. Nuk është letë. Ma ke tregu një moment kur e kanë kontrolu edhe në Pelena. E trishtushme. E trishtushme. E këshin ma në Sërbe, ko gjithë më shume. Utë bashe, ishe një 10-12 policë, rëtullun, këtë që ka patën. Këtë që ka patë rëtullun. Ishte burgosja 3 të imja. Dhe, për një moment, e qelin edhe Pelenat. Për para nona tona, ti e rishi mannen, i pështelnin me Pelena, po më duke të thojshin, një farë kunaku i letëshin, e një lastik mrena, s'ka pas pampersa atëre. O, një qese. Po, qesi. Dhe tash, e zgjidhen, 20 ditë që qikën. I bush Klokoqi, Maslan Slamnikun, Mesuf Karakushin, për këqyrin. Ajo shkrina për e qelë. Kër e qeli krejt, 20 ditë. Për e thëmë, ashtë tepër kjo. Hajde mu. Ashtë tepër i the. E veta, ashtë tepër. Çfarë tha? E ndiri një letër për gjepit, në pjot bashkë, e kjo dashko emën, ju pëse ishte më i keqe, për ishte më agresivi, i bush Klokoqi, e shtini të Pelenat e bajzës, e shtini, e pështjeli kret, edhe e liri. Ti ke mujt në Pelena qikës me pas një parol? Një parol. Ke mujt një afishe ku ka shu rënof Shqipnia, ose rënof të Verhoxha, ose poshtë një shoku titër, njëri maj mirë në botë, ose poshtë Jugoslavia. Ti ke mujt atë parol e me Pra, mshirë. ke mujt. Ke mujt. Pra ndaj, Edhe e përshë që e gjeta letrën, mund është me marë me men. E ke mujt e ato, masi e kështë gjithë rastin me nusë këta, e kështë qidikun. E veta Sërbën. ajo Serbia që Ish pështet për muri, edhe një tjetë shko. Isha i bindu për i vjen keq. apo djenë rëndi, the. Apo djenë rëndë. Me kokët ullur, punë e kom. Punë kam. Isha i bindur që u të bashët me knaqësi, me pasionin që për mbrojnë Jugoslavinë e Titos, U të bashët shqiptar, me emën bje emën. patë edhe Sërbë. Jo, kishtë edhe Sërbë. A që te përmena, u të bashët shqiptar, s'ka nevojë, ata burë kryshë punë në vete, pa dhe në adetarë. Ata kam bërë shtetin e vetë, kam bërë Titon. Prandaj jo një scenë se pas ke harru. Okej, faleminderit shumë. Dhe fotografia e fundit pastaj, kur u bo? Ma e përshkruaj këtë fotografi me... Këto s'kam koment, heq. Këto po shihet, këto kom pas një film, kom qenë afarisht dikur. Edhe politike, edhe afarisht, edhe libra, edhe telashe, nuk i me rahatu shumë unë. Edhe këtu ka qenë dikun plus minus të 90-ën, ku isha menusën të me të mirë, me 2 djelë, Valon dhe Fitimin, edhe emni Fitimit ka kuptim pëse ja kom gjitë, edhe Donika. Ekonomikisht isha mirë, shtëpit mirë, familjet mirë, të gjitha e kisha. Mungo e ki veç liria. Veç liria. Edhe kjo më ndej, ti prapësish e vetë vetja, ti shesh të tjerët keq, e ti jesh ti me gru, me fëmi, mas shumë vitër bashkë, nuk është kënaqësi, nëse e din si populli si ka, ti është i sigurt. Fitimi një emën, ja kom gjithë të thëndishën, mas demonstratave. Pa, motra e buret madhe. Faleminderit shumë për këto rrëfime. Do ta bëjmë një shkëputje publicitare dhe kthehemi me njëherë në pjesën e dytë. Ja bëjmë.